Detajet e reja kanë dalë nga operacioni policor organizatori i finalizuar një ditë më parë nga Blut e Elbasanit që vuri në pranga 3 persona. Dimitër Peshini, Elban Soniku dhe bashkëpunëtori i tyre AL akuzohen për falsifikim dokumentash dhe trafik armësh drejt Maqedonisë së Veriut. Hetimi zbuloi se shtëpia e njërit prej të akuzuarve, ku prodhoheshin dokumentat e falsifikuara, ishte e shndruar në një laborator të mirëfillt. Nga të dhënat rezultojnë që dokumentet e sekuestruara të jenë shumë afër me ato reale, pasi ka shumë element identik, çka ngre dyshime që ekziston një bashkëpunim me punonjës të gjendjes civile dhe prodhimit të dokumentave identifikuese. Hetimi nxorri në dritë faktin se Dimitër Peshini dhe 2 bashkëpunëtorët e tij janë hetuar edhe më parë për falsifikim dokumentash dhe trafik armësh. Gjatë operacionit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, armë, fishek, granata dhe 20 mjete identifikimi si pasaporta, karta identiteti dhe patenta të shteteve të ndryshme.